And I may do that for Greenland too. I may put Donald Trump është zgjuar të zbatojë 100% kërcënimet e tij për të vendosur tarifa ndaj vendeve evropiane që kundërshtojnë kërkesën e tij për të marrë kontrollin e Grenlandës. Aleatët evropianë po mbështesin sovranitetin e Grenlandës. Ministri i Jashtëm i Danimarkës theksoi se presidenti amerikan nuk mund të sigurojë pronësinë mbi territorin gjysmë autonom danez përmes kërcënimit. Sekretarja e Jashtme britanike, Yvette Cooper, përsëriti qendrimin e Londrës se ardhmja e Grenlandës është vetëm në dorën e grenlandezëve dhe danezëve. Të hënën Trump nuk pranoi përsëri të përjashtonte mundësinë e përdorimit të forcës dhe këmbguli se do të vazhdonte me kërcënimet për tarifat për mallrat që hynë në SBA nga Britania e Madhe dhe 7 vende të tjera aleate të NATO-s. Në një postim në Truth Social në orët e para të mëngjesit të së martës, presidenti amerikan tha se pati një bisedë telefonike shumë të mirë me sekretarin e përgjithshëm të aleancës Mark Rutte dhe ra dakord për një takim të palëve në Zvicër këtë javë. Grenlanda është e domosdoshme për sigurinë kombëtare dhe atë botërore, nuk mund të ketë kthim prapa. Për këtë të gjithë janë dakord, shkroi Trump. Presidenti amerikan tha se do të vendosë një tarifë prej 10% për çdo mall të dërguar nga Britania në SBA nga 1 shkurti dhe tarifa do të rritet në 25% nga 1 qershori derisa të arrihet një marrëveshje që Washingtoni të blejë Grenlandën nga Danimarka. Ai tha se e njëjta masë është e vlefshme dhe për mallrat nga Danimarka, Norvegjia, Suedia, Franca, Gjermania, Hollanda dhe Finlanda, të gjitha anëtarët të Aleancës Mbrojtëse të NATO-s që u themelua në 1949. I pyetur nëse do ta zbatonte kërcënimin me tarifa, Trump i tha NBC News, do ta bëjë 100%. Kur u pyet nëse do të përdorte forcën për të pushtuar territorin, presidenti u përgjigj, nuk kam koment. Evropa duhet të përqendrohet në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, sepse sinqerisht e shihni se çfarë u ka sjell ajo. Kjo është ajo ku duhet të përqendrohet Evropa, jo Grenlanda, tha Trump.